Një thënie të madhit Van Gogh. Më mirë të vdes nga pasioni se sa nga monotonia. Jeta është shumë e bukur, po kur ajo ka më shumë pasione brenda saj, bëhet dhe më e bukur dhe më kuptimplote. Personalisht që në fëmijërinë time kisha një dëshirë dhe një pasion të madh, i cili erdhi shumë natyrshëm tek mua të vizitoja botën. Dhe pse jetonim në një sistem totalisht diktatorial dhe askush tek ne nuk dinte që do të vinin ditët që erdhën, brenda meje ishte kjo dëshirë dhe më vonë duke u rritur dhe një dëshirë tjetër të isha një grua dhe një femër e pavarur. Dhe mbasi ndryshoi sistemi, fatmirësisht dhe faleminderit Zotit, arrita të realizoj dëshirën e parë të hap një biznes timin për të qenë një person i pavarur. Dhe sigurisht duke krijuar mundësinë ekonomike, sepse duke qenë një person i pavarur, ti ke mundësi dhe të krijosh dhe mundësinë për të realizuar pasionet tua. Dhe kështu më pas, dëshira dhe pasioni im për të eksploruar botën u kthye në profesion, të cilin unë sot, pse jo shoqëroj dhe marr me vete njerëz për t'ju bërë guida në vende të ndryshme të botës.